Sa mendoni që mund të zbatohen këto praktika në bujqësinë e Shqipërisë? Po nuk e di sa mund të zbatohen në bujqësinë e Shqipërisë, po në një të ardhmen them se për momentin është e pazbatueshme. Për momentin po është e pazbatueshme. Po në të ardhmen shpresojmë që edhe këto të zbatohen. Duhet qeveria të investoj, duhet edhe Patjetër, Komisioni Evropian Sigurosin. Pa ndihmën e qeverisë dhe të Komitetit Evropian nuk mund të arrihet asgjë. Është shumë e vështirë. Cila është specifika prodhuese juaj? Me çka merreni atje? Unë atje merrem me pemtari, kam rreth 3 hektar mollë. E digitalizimi mund të zbatohet në pemtari? Ajo është një gjë shumë e rëndësishme që neve na intereson shumë. Bile në Korçë tani janë hapur edhe 3 pika prognoza sinjalizimi që nëpërmjet atyre marrim edhe informacionin në rastet e infeksioneve të. Do thotë është edhe kjo një hap përpara në krahasim me pemtarinë e dikushme si ka qenë. Patjetër. Ka diçka të mira nga qeveria e Shqipërisë. Pemtaria subvencionohet diçka, investohet diçka në grante. Kemi patur dhe edhe grante kemi patur. Jo sa duhet, po kemi patur. Po tregu si është? Tregu është i vështirë. I vështirë. Shumë i vështirë. Me tregun asim. Konkurenca, importet. Asim gjithmonë me vështirësi me tregun. Kur tregu është i mirë, është koha e keqe është ngrica. Si për shembull në rastin e vjetëm patëm një dëmtim shumë të madh nga ngrica. Nga cili mjedis vjeni? Nga Korça. Nga Korça. Keni pasur? Po ashtu kemi pasur edhe në Kosovë kemi pasur ngrica. Po. Katastrofike si themi. A keni qenë diçka të kompenzuar për ato dëme që keni pësuar nga? Jo, fare dhe kjo ishte një goditje shumë e madhe për neve si fermerë. Me fjalë se molla është një frut që do shumë shpenzime, do shumë përkushtim dhe me vështirësi do përpiqemi t'ia dalim si vjet.